Pavarësisht pretendimeve të opozitës për bllokim të negociatave të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, në një intervistë për Vision Plus, ambasadori BE-s Silvio Gonzato u shpreh se janë vendet anëtare ato që vlerësojnë standardet. E di që po bëhen shumë diskutime, ka bllokim, s'ka bllokim. Dëgjoj gjithmonë që ka diskutime, por gjërat gjithmonë në këtë proces ecin. Në Bashkimin Evropian janë vendet anëtare që shikojnë standardet. Sigurisht që ata lexojnë raportet e Bashkimit Evropian në këtë rast për Shqipërinë, por edhe bëjnë punën e tyre për të parë se cilat standarde janë përmbushur apo duhet të përmbushen në mënyrë që të mbyllen të gjithë kapitujt dhe Shqipëria të ecë përpara. Gonzato thekson se të gjithë aktorët janë duke punuar për të bërë të mundur integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Por këto lloj diskutimesh që janë kaq të rëndësishme dhe të qenishme nuk mund të mbyllen brenda 2 apo 3 javësh, kërkojnë kohën e duhur. E rëndësishme është që vendet anëtare po diskutojnë me njëra tjetrën dhe Komisioni Evropian është aty për të lehtësuar të gjitha këto diskutime. Ajo që nuk duhet të harrojmë është se ekziston vullneti i mirë dhe vendoshmëria për të ecur përpara për Shqipërinë, por Shqipëria duhet të bëjë një punë rigoroze edhe sa i përket reformave, sepse në fund të fundit janë këto reforma që duhet të kenë një ndikim në cilësinë e jetës së qytetarëve shqiptar. Shqipëria deri në këtë moment ka hapur të gjithë grup kapituj, ndërsa pritet raporti i piketave të ndërmjetme nga Brukseli.